Me hapjen e rrugës së Arbrit, shumë banor të zonave që jetonin përreth, apo ata që ishin larguar u rikthyen për të investuar, por nuk u lejuan. Në fshatin Plani Bardh, familja Basha u rikthye nga emigracioni, duke hapur një biznes të vogël për t'u shërbyer udhëtarëve, por me vendim të Këshillit të Ministrave edhe biznesi i kësaj familje u mbyll si në të gjitha rrugët ku u zhvillua aksioni. Bujar Basha thot se ai dhe familja e tij u rikthyen në vendlidhje. Djali me bashkëshorten hapën një biznes të vogël anash rrugës. Sipas bujarit, ata ishin kthyer nga emigracioni për të rindërtuar jetën në fshatin Plani Bardh, por pas aksionit kombëtar të Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit, u detyruan të riktheheshin në Gjermani. Bujari ka një apel për shtetin shqiptar, teksa i kërkon që të jetë mbështetje për ata që duan të rikthehen dhe të mos i përzë siç ka bërë deri tani. Kam marrë për me hap një biznes të vogël këtu janë trojët e babës, trojët e gjyshallarët edhe trojët e mia. Unë ka 20 vjet që jam largu nga Plani Bardh, edhe kërkoj që të vihet në vendlindje. Unë kam kërkë një biznes, po me unin e kryeministit është myll. Ka nërë nga Gjermania, edhe ka nërë me hap një biznes të vogël këtu në vendlindjen time. Këtu dul urdhri kryeministrit, edhe myllëm. Edhe nusi edhe djali ikën prapë në Gjermani. Nga aty këtu 6 metra jam. Myll vene pune, myll këta, myll ata, myll këne, myll ane. Unë imigrant kam qenë. Tu kërkojmë nga pushteti që të na japin pak nim. Nim kërkojmë që të jetë të urdhën. Vazhdo ndërtimi. Punojmë, të ecim përpara. Bota ecë përpara, ky mrapsh. Megjithëse aktiviteti i familjes nuk u lejua, anash rrugës së Arbrit në fshatin Plani Bardh të Bashkisë Klos, vijon të qëndroi kontejneri i familjes Basha.